Çështja Beleri krijoi disa vështirësi në marrëdhënien tonë, nuk ka dyshim dhe kjo ishte një tjetër pasojë e paqëllimit e asaj çfarë ndodhi, por ajo çfarë ka qenë karakteristike në raportin tim me Jon Qiriakosin është që kemi qenë gjithmonë respektues të njëri tjetrit dhe të hapur me njëri tjetrin, pa bërë teatr. Unë respektoj shumë për të. Kemi vendosëm ko më parë që nuk duhet t'i lëmë vendet tona që të përpihen nga këtë lloj dhënë ka shgrindjesh sepse ndodhi diçka këtu apo ndodhi diçka atje. Ne duhet që një herë e mirë të zgjidhim të gjitha çështjet që kanë midis nesh. Dhe këtë po bëjmë, ambicia jonë është të përfundoj brenda këtij viti dhe që vjeshtën e ardhshme ne të deklarojmë që kemi dakordsi për të gjitha çështjet. Ministri Gera Petritis që është këtu dhe e përshëndes dhe admiroj vërtet mënyrën e tij të hijshme, është gjithmonë hijshëm edhe në momentet më të vështira, ka një buzëqeshje të hijshme, një profesor i jashtëzakonshëm i së drejtës. Ai është angazhuar me ministrin tim të jashtëm dhe jemi shumë besim plot. Nga ana jonë nuk shohim çështje. Pra për ne nuk ka asnjë problem për këtë çështje. Natyrisht kemi çështjen e ndërpas zgjidhur të ligjit të luftës, duam që të mos jetë, tik dhe nuk kemi probleme tjera. Dhe kemi diçka që është një aset i madh për ne, që është pakica greke. Dhe po kështu, diçka tjetër, që është aset i madh për ju, që janë qytetarët shqiptar që jetojnë këtu, të cilët janë shumë tashmë plotësisht integruar.